jep më tha mu, tha beretën, e kaltër, kapuqin e kaltër, jep me mu, tha dalon, ata më vrasin mu. Edhe tha, masi të më vrasin mu, tha ti e merr, tha apet, tha kapuqin e kaltër, beretën e kaltër, tha, edhe del tha le të shohin apet. Serbët e kanë pas pik referimi, pik për mes akatu, e kanë pas beretën e kaltër. Ata se kanë njoft me emrin Hysem Berisha, po e kanë pas me myt, me vrau, me ashtu beretën e kaltër. Edhe ky ekspozoi ke pak më shumë. Në përmes tina, se ishëm ato, ekspozojshëm në tjetë. Edhe na gjujnë një ditë me granata, o shkoni far pjesë në altë malit, na gjujnë me granata, more se sigur të shkon dikun vëzhgu si afer. Na gjujshin, karo granata poshtë na ka kap. Edhe kur karo granata poshtë na kina hik, ina largu. Në çata vende ku ishim, domethënë na, ku ina largu 20 metra pi çati vend, në çat vend karo granata. 4-5 granata njënën mas tjetrës. Edhe dikur smujtën me na ashtu, se u futën mal edhe jo hupëm atë Terezinë, smujtën me na. Edhe tashti nesër pa ditë, Veselnezi i thotë Hysem Berisha, tha, komandant, tha, fol. A bojmë tha diçka, tha, çka më bë? Tha, atë oftufin tha diçka ti mashtrojmë shkica, çka më mashtru, tha, fol. Jep më tha mu, tha beretën, e kaltër, kapuqin e kaltër, jep me mu, tha dalon, ata më vrasin mu. Edhe tha, masi të më vrasin mu, tha ti e merr, tha apet, tha kapuqin e kaltër, beretën e kaltër, tha, edhe del tha le të shohin apet. Edhe jo kina ftoft, ata mund kanë vrarë, ti s'kan pas çfarë të bë. Po në momentin me humor. Po, kina pas edhe humor. Për imen, ne na ka marrë në atë kohë, na kanë shumë shok, na dash, na respektu me njëri tjetrin, se nuk mundet me kanë dikush tjetër më respektu ashtu, përveç ushtari me njëri tjetrin. Edhe çajo fare respekti për njëri tjetrin i atëhershëm na ka marrë edhe sot. Na nuk mundna me u taku për çdo ditë, nuk mundna me fol për çdo ditë, po kur takohemi kem çka flasim e kem çka thojmë.